Me rastin e 20 marsit, ditës së frankofonisë, Aleanca Franceze e Korçës, në bashkëpunim me Departamentin e Gjuhëve të Huaja në Universitetin Fanoli, organizoi konkursin Pena e Art, që është kthyer tashmë në një traditë. Pjesë e këtij konkursi u bën nxënës dhe student të gjuhës frënge, të cilët testuan njohuritë e tyre gjuhësore dhe kulturore mbi botën frankofone. Ideja është të t'i nxisim nxënësit, studentët të thellohen në njohuritë e tyre në gjuhën frënge. Konkursi është i zhvilluar në mënyrë të tillë që teston njohuritë gramatikore, njohuritë leksikore, por gjithashtu edhe njohuritë jashtëgjuhësore, në lidhje me kulturën, në lidhje me gjeografinë, historinë e Francës dhe pastaj ushtrimi i fundit është të shkruajnë, të shprehen në gjuhën frënge lirshëm nëpërmjet një eseje. Ndërkohë vetë nxënësit dhe studentët që morën pjesë në konkurs e vlerësuan këtë iniciativë si një mundësi të shkëlqyer për të testuar njohuritë e tyre. Këto lloj organizimesh mendoj se janë shumë të vlefshme për nxënësit, sepse këto na ndihmojnë që jo vetëm ne të përgatitemi në mësimin e gjuhës frënge, por gjithashtu edhe të testojmë njohuritë tona, sidomos tek ky konkurs, i cili synimi kryesor kishte testimin e njohurive në përveç kompetencave të tjera si dëgjimi apo ushtrimet, kompetencën e shkrimit. Dhe gjithashtu e vlerësoj si një mundësi shumë të mirë edhe për të marrë një certifikat edhe nga ambasadata franceze në mësimin e gjuhës frënge. Jam studente e gjuhës frënge. Mora pjesë në konkursin që ishte për frëngjisht, edhe ishte një aktivitet për të provuar njohuritë e mia dhe shpresoj që ta fitoj. Jam shumë e lumtur që jam studente e gjuhës frënge dhe studioj këtë gjuhë me shumë pasion dhe kjo ishte një eksperiencë shumë e vlefshme për mua sepse unë sapo kam arritur që të provoj aftësitë e mia dhe në një të ardhme kur unë të përballem me francezët e vërtet besoj se do t'ja dalë shumë mirë të komunikoj me ta. Konkursi Pena e Art zhvillohet njëkohësisht në 110 aleanca franceze në botë, duke ofruar një mundësi për të gjithë ata që duan të thellojnë njohuritë në gjuhën frënge dhe kulturën frankofone.